Zotëri, vëllezër dhe motra, nderuar zonja dhe zotëri kandidat koalicionit Euroatlantik, është një kënaqësi e madhe që ritakohem me shumë prej jush, drejtues të strukturave tona, kryetar të degëve tona, njerëz që keni qëndruar për një kohë gjatë në rrebeshe, në sulmet pa drejta, vetëm për bindjet, parimet dhe besimin tuaj se si duhet jetë Shqipëria të nesërmes, se si duhet jetë Fieri dhe Lushnja e të nesërmes, se si duhet jetë Patosi, Mallakastra dhe Roskoveci i të nesërmes, Divjaka e të nesërmes, se si ju nuk pajtoheni që gjërat vazhdojnë kështu siç janë, sepse ndryshimi është jo vetëm i rëndësishëm, por i domosdoshëm jetik për të nesërmen e Fierit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe ashtu siç kam gëzim që takohemi së bashku, kam trishtim të kthehem e rikthehem në një Fier gjithmonë e më depresuar. Si gjithë Shqipëria të vi në një qytet që për nga popullsia, për nga ekonomia, është në qendër një rajoni të dytit më të madhit pas Tiranës, çka reflekton edhe numri i përfaqësuesve që kanë kuvendin e Shqipërisë, i dyti më i madhi pas Tiranës. E ta shoh Fierin muaj pas muaj, viti pas viti, gjithmonë më të zbrazur, me më pak njerëz, me shumë më pak rini, me trishtim dhe depresion në sytë e njerëzve që shoh. E mbaj mend Fierin që gumzhinte. Do të jetë kot të them që ka qenë qendër i lumturisë, por ka qenë, të gjithë e mbaj mend, qendër i një aktiviteti të edhshëm, të njerëzve që shpresonin se do të ndërtonin këtu të ardhmen e tyre. Gjysmën prej tyre nuk i shoh më në Fier. I kam takuar kudo. I kam takuar në Filadelfia. I kam takuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kam takuar në Britani, në Londër. I kam takuar në Itali. I kam takuar dhe për fat keq do të takoj sërish me shumë kënaqësi, por jo në Fier, në Athinë. Sepse janë larguar masivisht këto 12 vitet fundit. Shumë prej tyre i përkasin një shtrese që 12 vjet më parë kishin shpresë të madhe për ndryshim. Në fakt i vetmi ndryshim që erdhi ishte negativ. Ekonomia ra, papunësia u rrit, fermerët u rënuan, sipërmarrja u shkatërrua, arsimi u degenerua, shëndetësia falimentoi, siguria për të nesërmen u asgjësua dhe mbetën vetëm fjalët boshe të një kryeministri dhe një qeverie që nuk ka asnjë sens llogaridhënie, që nuk mban përgjegjësi dhe nuk jep llogari, por mendon si e si të akumuloj më shumë pushtet, më shumë para, më shumë përfitime për veten e vet dhe për tarafin e vet. Këtu është ka të ndisur politika e gardës vjetër, e përfaqësuar pikëspari dhe mbi të gjitha nga ky kryeministër dhe kabineti i tij qeveritar. Gjithçka për vete, asgjë për njerëzit. E përfaqëson më së miri makutëria e tij, e ministrave të tij, e zëvendëses të tij, e kryetarit të tij të bashkisë këtu në Fier, apo në Lushnjë, apo në Divjak, apo anë mban qarku të Fierit, njerëz që nga mëngjesi deri në darkë mendojnë vetëm për veten e tyre. Edhe largimi masiv i fierakëve, i lushnjarëve, i roskovecarëve, i mallakastriotëve, i banorëve të Patosit dhe të Divjakës, është provë e këtij dështimi. Se nëse gjërat do të shkonin ashtu siç na thuhet nga mëngjesi deri në darkë, nga tamtamet e propagandës së Edi Ramës, pse largohen shqiptarët? Pse largohen më shumë se çdo popullsi tjetër e Ballkanit? Pse largohen dy fish më shumë se banorët e Kosovës, shqiptar për shqiptar? Përgjigjja është e thjeshtë. Sepse fermeri kosovar merr subvencione nga shteti, ndërsa ai i Divjakës, i Myzeqes dhe i gjithë Shqipërisë mbetet në mëshirën e fatit. Dhe dridhet sa herë që mbyllet një cikël prodhimi pa shitur dot prodhimin, e nis tjetri për të mbjellur prodhimin e radhës.
Sepse sipërmarrësi shqiptar ka barrën më të lartë taksave. Sipërmarrësi fjerak dhe i gjithë Shqipërisë paguan 2 herë më shumë taksa se në Kosovë. Sepse arsimi në Shqipëri nga lokomotiv e arsimit kombëtar është kthyer në vagonin e fundit. Sepse shëndetësia në Shqipëri, për cilën ne, ju, taksa paguesit, paguani 2 herë më shumë se në Kosovë, nuk ka as gjysmën e cilësisë të Kosovës apo të Maqedonisë Veriut. Sepse ndonë se qeveria shqiptare hargjoi vitin e kaluar 7.2 miliard euro. Taksat shqiptarëve dhe borxhi marrë në emër të shqiptarëve që duhet ta paguajnë shqiptarët. Asnjë zë në buxhetin e shtetit nuk pati rritje që ka efekt të drejt për drejt në jetën tuaj, në mirëqenien tuaj dhe të familjeve shqiptare. Përkundrazi, shumica e këtyre parave u bën rrush dhe kumbulla me shtesa, kontratash, fantazëm të rrugëve që janë 3-4 fishit çmimit të vlerës tenderimit, të tenderave për projekte që nuk ekzistojnë, të inceneratorëve që vazhdojnë të paguhen, ndërkohë që autorët, gjysma autorëve janë në arrest apo në burg. Kjo është e vërteta. Këto janë faktet. Këto e nxjerrin zbuluar propagandën qeveritare. Jeta në Fier, në Lushnjë dhe në gjithë Shqipërinë është bërë më e vështirë prej Edi Ramës dhe qeverisë së tij të korruptuar. Jeta për gjithë shqiptarët është bërë më e mundimshme për shkak të pllakosjes së mjerimit ekonomik dhe shkatërrimit të besimit tek e nesërmja që vijnë si rezultat i korrupsionit qeveritar, sepse le ta themi këtu me njëri tjetrin. Pengesa kryesore, ato që e dinë gjithë shqiptarët, pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë është dhe mbetet korrupsioni. Nuk kanë nevojë të na e kujtojnë, megjithatë na e kujtuan edhe mbrëm aleatët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me raportin vjetor kundër korrupsionit. Kjo mbetet pengesa kryesore. Ndaj, për te konstatimit ne, koalicioni Euroatlantik, vim tek fjerakët dhe të shqiptarët, me një plan të qartë për të nxjerrë Fierin, Lushnjën, Divjakën, Roskovecin, Patosin dhe Mallakastrën nga ky mjerim psikologjik dhe ekonomik. Një plan i cili e përgjigje problemeve që has çdo grup interesi, por mbi gjitha një plan që na diferencon bardh e zi me Edi Ramën dhe qeverinë e tij dhe me çdo tjetër në mejdanin politik. Ky korrupsion që është rrënja e keqes, që është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, si luftohet? Me fjalë. Me fjalë. Të gjithë thonë jemi kundër korrupsionit. Edhe Edi Rama, që ka gjysmën e bashkëpunëtorëve të vet në burg, pretendon se s'ka asnjë përgjegjësi për këtë korrupsion. Ma hëngrën prapa shpinë, thot. Ndërkohë që kanë hëngrë para syve tij e vazhdojnë ta hanë. Sepse është ulur në një sofër me ta. Çfarë zgjidhje jep? Asnjë zgjidhje, përkundazi, sulme kundër atyre që po bëjnë detyrën më të lartë e më të shenjtë për të rikthyer shpresën dhe për të zhvendosur këtë pengesë të madhe që është korrupsioni e për të hapur rrugë zhvillimit. E kanë fjalën për SPAK-un. Dhe kjo është ajo që na diferencon bardhë dhe zi me çdo tjetër. Garda e vjetër është në këto zgjedhje që të ndërtoj një kazermë besnikësh pa parime, pa asnjë vlerë, pa asnjë projekt për qytetarët, por me të vetmin detyrim për të mbrojtur kryetarët, të cilët po hetohen e po vendosen para drejtësisë për korrupsionin e tyre. Garda e vjetër ditë për ditë bën plane për të bashkëpunuar ata që bëjnë sikur janë kundërshtar politik kundër SPAK-ut, kundër drejtësisë. Ndërsa ne, demokratët Euroatlantik, koalicioni Euroatlantik, i kemi dhënë dhe i japim mbështetje totale dhe pa kushte strukturës posaçme antikorrupsion. Jo me fjalë, me akte. Prej një viti e gjysmë Parlamentin e Shqipërisë ndodhet propozimi ynë
për të fuqizuar SPAK-un me mjete financiare, burime njerëzore, ekspertizë dhe ndryshime legjislative që do të mundsonin 2 fishin e volumit punës që po kryen tashmë. Jo me fjalë, por me akte. Për një vit e gjysmë, Parlamentin e Shqipërisë ndodhet i plot projekt ligji për vettingun e politikanëve, që do të mundsoj kontrollin e plot të pasurive të pajustifikuara të çdo politikani, çdo familjari, çdo politikani dhe rrethit të tij shoqëror. Jo me lotari, siç bëhet sot, po vit për vit për 140 deputetët, për gjithë kabinetin qeveritar dhe për gjithë drejtuesit e lartë të shtetit, si dhe kontaktet e papërshtatshme, siç thot ligji për vettingun e magjistratëve, që do të thotë kontaktet me botën e krimit. Dhe kështu, në vend që lufta kundër korrupsionit kthehet një teatr si sot, duke treguar me gisht njëri tjetrin dhe pastaj duke u përqafuar pas kulisave sa herë që gjejnë gjuhën e përbashkët të pazarit, me ligjin ton për vettingun e politikanëve, që është akoma në sirtarët e parlamentit, po që në parlamentin e ri do të nxjerrim nga sirtarët dhe do të aprovojmë, do të ndahet shapi nga sheqeri dhe shqiptarët do të marrin vesh kush është i korruptuar dhe kush jo, kush është i lidhur me krimin dhe kush jo. Dhe ata që do të provojnë se nuk justifikojnë dot pasuritë e tyre, do të shkojnë para drejtësisë dhe pasuritë e tyre do të konfiskohen përmes njësisë së rikuperimit pasurive të vjedhura që është një zotim i planit ton antikorrupsion. Njësia e rikuperimit pasurive të vjedhura do të godas pa asnjë mëshirë dhe pa ngjyra politike këdo pushtetar apo zgjatim pushtetarësh që ka futur duart në pasurinë e shqiptarëve. Imagjinoni të dashur antarë të strukturave tona dhe tregojnë qytetarëve të Firit se sa është lista e pushtetarëve që kanë futur duart fjala bie te Al Petroli. Sa vite kanë që e vjedhin naftën e Firit dhe të Shqipërisë. 12 vjet hajdutëri me këtë pasuri që duhet prodhonte mirëqenie për Firin. Po pse? Para 12 vjetësh nuk e kanë vjedhur. Pa nuk është koha tani t'ja themi njëri tjetrit që hajdutëria me Al Petrolin nuk ndaloi kurrë, po më keq e më keq me kalimin e çdo viti. A nuk i dini ju këtu në Fier dhe në gjithë Shqipërinë emrat e atyre që nga hiçi u bën milioner e multimilioner, drejtor e zyrtar të lartë të Al Petrolit, dhe që nuk japim përgjegjësi para ligjit. Pasuria e atyre duhet ishte pasuria e shqiptarëve, duhet ishte pasuria e fierakëve, duhet ishin të ardhurat e tyre, duhet ishin të ardhurat e gjithë shqiptarëve, por nuk janë. Janë pasuria e një grushti pushtetarësh, ku pa diskutim spikat kryeministri dhe varësit e tij, të cilët edhe sot e kësaj dite nuk kanë guximin të më kthejnë përgjigje për një pyetje fare thjesht, të cilën edhe këtu në Fier do ta perifrazoj me fjalët e repistit famshëm: ku të kanë met shokët o Rame? Ku të kanë met shokët Rame? Ku të kanë me të shokët Rame? 313-a. 77-313. Më tha dikush rrugës më pyetën fëmijët, ai kam 10 vjeç. Ç'a është 313-a? 313-a. Dhe jo shpjegoj se ç'a është 313-a. Ju e dini ç'a është 313-a apo jo? Është vendi ku janë pushtetarët e korruptuar të arrestuar nga SPAK-u. Është burgu ku duhet shkojnë edhe ajo pjesë që akoma vërtitet e lirë, por që është në hetim, dhe që objektiv në këto zgjedhje ka si e si t'i shpëtoj drejtësisë, jo të ndihmoj shqiptarët. Nuk më kthejnë përgjigje. Ku të mbeten shokët o Rame? Ku të mbeten shokët? Thot ku janë shokët e tu? Shokët e mi të vërtet, miqt dhe mikeshat e mia të vërteta janë këtu në këtë sallë, janë kandidatët tanë, janë fytyra njerëzore e një politike njerëzore. Janë publiku i Firit dhe i gjithë Shqipërisë që pret ndryshim. Nuk kam unë as i pishman për ata që ngelen pas të kapur rob nga dosjet e tyre, qofshin të sigurimit apo të korrupsionit, apo nga ego e smur
që qelbej era veze prishur dhe për cilën u treguan të gatshëm të pështynin, të lëpinin atë që pështynin nga mëngjesi deri në darkë. Asnjë pishman s'kam, i them 100 herë në ditë Zotit, faleminderit që më shpëtove nga ata dhe më bekove me miqt e vërtet, sepse nëse ka miqësi të vërtet në politik, është ajo që na bashkon për t'i shërbyer qytetarëve. Prandaj jemi këtu, për t'i shërbyer qytetarëve. Shikojeni këtë ekip. Ekipin ton, anë mban Shqipërisë. Nuk ka një person të ketë frikë nga Spaku. Pse? Pse? Sepse vim për të shërbyer, nuk vim për të marrë. As nuk kanë marrë. Nuk janë nga ata që, siç më thoshte një mik me zhargonin e dikushëm të magazinierit socialist, njohin vetëm flet hyrje e s'kan flet dalje, që din vetëm të marrin e s'din kontribojnë. Pra, ta kthejmë edhe një herë këtu nga Fieri, ora me ku të metën shokut. Si thot, një bie mira ngrihen. Po ky është problemi më ram, se sa kohë ti je ti në kryet punëve, por çdo hajdut që bie, ngrihen 1000 hajdut dhe kjo duhet marrë fund. Nuk mund të pranoj më. Bjerë një hajdut e ngrihet një hajdut tjetër. Sigurisht Spaku do ta bëj punën e vet. Ne do t'i japim mbështetje totale. Sot në opozit dhe nesër me votën e shqiptarëve në qeverisje të vendit, me programin ton, me ekipin ton, me vendosmërinë ton. Dhe do të punojmë me aleatët tanë strategjik që t'i shkojë deri në fund pastrimit, me acid të skenës së korruptuar të politikës shqiptare. Por nuk mjafton. Nuk mjafton. Spaku është një aset, por i vetëm dhe i izoluar, nuk mjafton të sjellë atë që duan familjarët, duan prindrit, duan rinia e Fierit dhe gjithë Shqipërisë. Sepse, duke u kthyer edhe një herë fjalëve të Ramës, nëse politika e Partisë Socialiste e Edi Ramës është një bie mira ngrihen, një hajdut bie mira ngrihen, atëherë i bie të jetë gjithë populli Spak. A mund të jetë gjithë populli Spak? Në kuptimin e drejtësisë jo, po në kuptimin e votës po. Spaku popullor është 11 maj. Me 11 maj ka 2 zgjedhje. Zgjedhja e parë, zgjidhje që nuk është zgjidhje, është të shkosh e të votosh për Edi Ramën, për Partinë Socialiste, për ekipin më të korruptuar që njeh Shqipëria që nga themelimi i saj si shtet i pavarur me 28 nëntor 1912. Të zgjedhësh ata njerëz që janë provuar, që i vjedhin shqiptarët. Janë provuar jo nga retorika jon, por nga faktet e zbuluara nga Spaku. Ju kanë vjedhur qytetar, votues socialist, ju kanë vjedhur ju, jo thjesht opozitën. Ju kanë vjedhur gjithë shqiptarët. Ju kanë vjedhur taksat. Ju kanë vjedhur pasurit. Ju kanë vjedhur pronat. Ju kanë vjedhur me tendera. Ju kanë vjedhur me koncesione. Ju kanë vjedhur me incinerator që nuk ekzistojnë. Ju kanë vjedhur në shkollat e fëmijëve tuaj, në xhepat tuaj, në bukën e fëmijëve tuaj, në të ardhmen e fëmijëve tuaj. Dhe ju mendoni të votoni prapë për Edi Ramën? A jeni të rezi? A keni sy për të parë? A keni vesh për të dëgjuar? A keni tru për të menduar? Si mund të shikoni fëmijët tuaj në sy e të votoni për Edi Ramën, që 12 vite me radhë, jo vetëm s'ka bërë asgjë për ju, por është kontributori kryesor i kësaj gjendje psikologjike të rënuar, i kësaj ekonomie të shkatëruar, që ka pllakosur gjithë vendin, edhe ju. Thirrni mendjes si ata qindra, mirë antarë të administratës, që çdo sondazh i besueshëm e tregon që nuk duan të votojnë më për Edi Ramën. Pse? Me të vërtet marrin 400, 500, 600, 700, 800, 1 milion lek rrogë. Po janë po ata që shohin drejtorin që ka bler apartament apo shtëpi që nuk e justifikon dot, që ka bler makinën e re 50.000 apo 100.000 euro që nuk e justifikon dot, që mburret se ka 1 milion apo 2 milion euro pasuri. Janë këta antarët administratës që e filluan punën kur ishin 30 e sot janë 42 vjeç, apo 40 e sot janë 52, apo 50 e sot janë 62, apo 60 e kanë dalë në pension, 72 vjeç, 12 vjet me Edi Ramën në të njëjtën shtëpi, pa kursime, pa pushime, pa të ardhme për fëmijën e tyre, tek shohë një grusht kleptokratësh socialist që në emër të Partisë Socialiste janë bërë milioner.
Ndaj njësoj si ata që janë dëshmitarët e partë hajdutërisë socialiste të Edi Ramës. Edhe ju, cili ju drejtohet ditë për ditë, do të ndani mendjen. O jeni me fëmijët tuaj, o jeni me Edi Ramën. Të dyja bashkë nuk rrinë në një vend. Dhe pa diskutim, kjo është një thirrje për drejtuar sytë tuaj tek lista e koalicionit tonë. Dhe ju thonë, kush janë këta? Po, s'janë. Nuk janë balozat korrupsionit. Nuk janë nga ata që hanë 10.000 euro biftekun tek restorantet luksoze të Dubajit. Si? Mish me masazh, po. Nuk hanë mish me masazh. Por janë inxhinier të rinj, cilët punojnë si profesionistë. Janë aktivistë politik që kanë ditur të qëndrojnë krahun tuaj në ditët më të vështira. Janë profesionistë të fushave të ndryshme që kur nuk kanë marrë 100 darkë pa merit, që paguajnë çdo taksat e larta të Edi Ramës, por jetojnë me nder. Janë njerëz që ngrihen dhe ngrysen me problemet e komunitetit, që u ikin dritat me komunitetin, që u ikin ujë me komunitetin, që jetojnë me hallet e tyre, që i kanë prekur dhe i ndjejnë hallet e tyre sepse janë hallet e vet, kandidat vetan si familjar. Janë politika me fytyrë njerëzore. Janë përfaqësuesit e vërtet, jo përfaqësuesit fals të problemeve dhe shpresave të tuaja. Ndaj meritojnë vëmendjen tuaj sot dhe votën tuaj me 11 maj për të shpëtuar një herë mirë nga zgjedhjet pas zgjedhje, për të hapur një rrugë shprese dhe ndryshimi. Kush beson se Shqipëria e ka një të ardhme, e ka një mundësi të votoj listën tonë. Dhe t'ju them diçka. Ata që ne e mbashkuar këtë rrugtim dhe se kanë fjalë vetëm për strukturat tona apo kandidatët tanë, e dinë se çfarë gjendje është Shqipëria, por po kështu besojnë tek ndryshimi. Diçka besojnë që Shqipëria ka një të ardhme më të mirë. Diçka që s'mund ta themi për strukturat, pa lëmë votuesit e Edi Ramës apo dikujt tjetër. Ata e dinë fare mirë që nuk ka asnjë shans të përmirësohet e ardhmja e tyre, as pas 11 majit, as pas një viti, as pas 10 vjetësh. Me Edi Ramën dhe qeverinë e tij të korruptuar, apo me këdo tjetër që as nuk e përfillin më si alternativë, sepse e dinë që janë njerëz pa shtyllë kurrizore, pa bindje dhe që gjithë të betejë bëjnë për veten e tyre. Ky është një avantazh i madh që ne kemi si Euroatlantik. Njerëzit që janë tek ne besojnë se me ne Shqipëria do të ketë një të ardhme më të mirë, një të ardhme me të vërtet europiane, një të ardhme të standardeve më të larta në çdo fushë. Ndaj me kokën lart pas një kompleks. I kemi lënë pas komplekset, i kemi lënë shumë pas njerëzit e shantazhueshëm të shkojmë tek qytetarët. E t'ju a themi fare qartë. Mbështesni luftën kundër korrupsionit. Mbështesni drejtsinë. Keni një alternativë, koalicionin Euroatlantik me krah të spakut për të shkuar deri në fund luftës kundër korrupsionit. Doni të vendosni ju atë që do t'ju shërbej ju, dhe jo dikë që ju acakton dikush, një hallëxhi i spakut. Keni listat tona të hapura. Ne kemi vetëm listën e hapur, jeni ju që vendosni kush do të shkojnë në parlamentin e ardhshëm për t'ju përfaqësuar. Doni, keni një program dhe as premtime falso fluturon gomari. Dhe as gënjeshtra të përsëritura sa herë që vinë zgjedhjet siç bën Edi Rama, keni programin tonë të shpallur me 1 qershor, që CDU-ja gjermane e quajti programin më i mirë në 35 vite dhe programi vetëm i djathtë i Shqipërisë në 34 vite, që me të vërtetë kanë qendër familjen shqiptare, shtresën e mesme shqiptare, sipërmarrësin shqiptar, fermerin shqiptar dhe rinin shqiptare. Ndaj, arsyet janë para jush. Detyra jonë është t'ju japim shqiptarëve alternativën. Alternativa është program dhe ekip. Ne kemi vizionin, ne kemi programin, ne kemi ekipin, ne kemi vendosmërinë t'i shkojmë kësaj rrugë deri në fund. Kjo është detyra jonë. Shtëpi më shtëpi, dyqan më dyqan, ferm më ferm, grupi interesi pas grupi interesi me theks veçantë rinin shqiptare, t'ja bëjmë të qartë
që nuk janë të dënuar midis Shilës dhe Karibdës me 11 maj. Nuk është zgjedhje pas zgjidhje. Ka një zgjidhje, është vota për koalicionin Euroatlantik numrin 4 dhe për kandidatët tanë. Kjo është detyra jonë. Pastaj është detyra qytetarëve me 11 maj të vënë trurin punë për veten e tyre, për fëmijët e tyre, të votojnë jo si dele, ta nxjerrin kokën nga plëndsi i dinosarëve të tranzicionit dhe të hedhin votën për veten e tyre dhe familjet e tyre, në mënyrë që me 12 maj të kenë mundësi të shohin fëmijët në sy e t'i thonë me 11 maj ne votuam për ju dhe të ardhmen tuaj votuam numrin 4 koalicionin Euroatlantik. Ky është mesazhi që do të shpërndajmë ditë për ditë. E kemi nisur mirë. Fillimi i mbar është gjysma e punës. E kemi nisur herët shumë mirë. Na duhet sepse duhet shkojmë derë më derë. Para punës sepse mediat, shumicën e medjave i ka kapur çeta e korrupsionit dhe e dyta për shkak edhe të kësaj janë bërë të pabesueshme. Asgjë nuk e zëvendëson dot kontaktin njerëzor. Ndaj le të jemi krah të këtyre kandidatëve tanë si strukturë dhe të shkojmë derë më derë për të kërkuar votën për ta, që është votë për ndryshim. Kjo është puna jonë, ta nisim një orë më parë e ta nisim tani me prezantimin e kandidatëve tanë para strukturave dhe para opinionit publik. Na shkof mbar e me Zotin para me një fitore që do t'i takoj gjithë shqiptarëve. Përshëndetje miq Qaku të Fier, ju falemnderit për kohën që na kushtuat. Unë quhem Elvis Pisku, jam lindur e rritur në qytetin e Lushnjës, me profesion inxhinier ndërtimi, i martuar, babai 2 fëmijëve. E pranova me kënaqësi të jem kandidat i koalicionit Euroatlantik në listën e Qarkut të Fier, sidomos me këtë listë, me këtë formulë, me listat hapura, pasi mendoj që mandati i deputetit i takon popullit dhe për popullin. Ajo që duhet i bëj thirrje të gjithëve, të majtë, të djathtë, të kuq, gri, ju them dilni masivisht datë 11 maj, votoni koalicionin Atlantik, votoni këtë ekip, që është ekip derash, të cilët e kanë treguar që s'janë për një karrige, nuk janë pjesë e pazarit dhe janë njerëzit më të mirë të cilët keni përballë. Edhe një faleminderit gjithë listës kandidatëve, ju uroj suksese dhe pse jo fitore 11 maj. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Burhan Misiraj, i lindur në Roskovec dhe i rritur në Mallakastër. Jam rritur gjithmonë afër njerëzve të mi dhe afër dashurisë familjes. Me shumë kënaqësi pa diskutim, është nder, privilegj dhe përgjegjësi të jem përfaqësues i këtij koalicioni që me hapa konkret i thot 2 gjëra për të ardhmen e Shqipërisë. Një mandat i imi është një mandat prospakut. Ta nisim me këtë dhe të shkojmë tek të rinjt derë më derë. Kam një thirrje për gjithë, të votojmë numrin 4. Unë po të isha votues, të gjithë do i zgjidhja pa diskutim se janë që të gjithë elementet më të mirë të këtij qarku. Sukses e gjithë. Përshëndetje të gjithëve. Jam Gerard Komini, lindur në qytetin e Fierit, djali i 2 prindërve inxhinier që kanë kontribuar në qytetin e Fierit në çfarëdo lloj profesioni dhe në punë që ata kanë pasur. Jam lindur në një familje të thjeshtë me halle që përplasen çdo ditë çdo familje jonë. Ne dim shumë mirë që të rinjt po largohen, familjarët tan po largohen. Këtë gjë e kam hasur vetë në familjen time, ku motra dhe punati im të 2 mjek janë larguar drejt Gjermanisë, jo sepse ata deshnin, po sepse ata po shikonin që ëndrat e tyre po vidheshin në këtë vend, e ardhmja e tyre po vidhej çdo ditë e nga pak. Po ashtu të gjithë ne kemi të afërm në fshat dhe shikojmë se shumë mirë se si puna dhe prodhimet e tyre rrezikohen çdo ditë për shkak të pesticideve, plera kimik të skaduar edhe që nuk dim se çfarë hyn në Shqipëri. Gjithashtu, të gjithë ne e dim
hallet që hasim për ditë. Dim se si rritet çmimi çdo ditë nëpër markete, dyqane, kur ne mendojmë që të heqim diçka nga shporta jon, nga tryeza jon. Por këto janë hallet tona, nuk janë hallet atyre pushtetarëve, cilët mendojnë gjithmonë se si të harxojnë lekët, se si të blejnë çantat, makinat e fundit, pra nuk janë hallet tona. Hallet e tyre janë komplet të ndryshme nga hallet që ne kemi dhe i hasemi ditë për ditë. Prandaj, në 11 maj, të gjithë ne jemi si ju, jemi si të gjithë qytetarët e familjet që ka çdo qark i Fierit. Prandaj të gjithë së bashku, ne bashkë me ju mund ta ndryshojmë, sepse ne i dim ku janë hallet dhe vetëm kështu, duke u bërë të gjithë bashkë, në 11 maj ne mund të bëjmë Fierin që duam, Fierin që meriton dhe Shqipërinë që duam. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Quhem Afrim Kokla, lindur dhe rritur në Lushnjë, me profesion inxhinier mekanik dhe vi nga një familje e persekutuar, ku ai regjim që shkoi, edhe ky që është na ka persekutuar, sepse ai nuk na dha të drejtën e studimit, por dhe ky që është nuk na dha dëm shpërblimin, nuk na ka dhënë lekët dhe të na kthej moralin, të cilët ai regjim ne na hoqi. Këta nuk na kthyen moralin, nderin dhe respektin e prindërve tanë. Ku unë sot e kësaj dite nuk gjej dot eshtrat e gjyshit tim, i cili është varrosur në Berat, ku ata sot kanë ndërtuar fabrikën e vaj. Kështu që them dhe ju ftoj të gjithë të votoni koalicionin Euroatlantik me kryetarin ton, zotin Lulzim Basha, që nesër të jemi në parlament, jo se e vështirë, do të themi realitetin e vështirë se mund të fitojmë që të bëjmë qeveri, por të jemi në parlament ku të kemi dhe të ngrejmë zërin ton për të drejtat e qytetarëve, të cilët jetojnë dhe duhet të jetojnë në këtë vend, sepse shpeshherë diskutojmë me të gjithë. Unë jam prind i 3 fëmijëve, 1 vajzë dhe 2 djemë, të cilët i kam në shkollë të lartë. Harxojmë, sakrifikojmë dhe nesër marrin rrugët e kurbetit. Përse i rrisin? I rrisin që të lulëzojnë në vendet e botës apo të lulëzojnë në vendin tonë. Prandaj, të nderuar bashkëqytetar, duhet të votojnë që rinia të kthehet këtu në Shqipëri, se përndryshe u plakëm shumë shpejt. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, jam Fation Pollozhani, lindur e rripur në Rapës, me profesionin ish punojës policie, inspektor. Më thoni, punova 22 vjetë, jo më lartë se këtu afër, në Fier, dhe çfarë fitova? Jam baba i 3 fëmijëve. Çfarë fitova? Më thoni një gjë të lutem. Isha një punojës policie që për ditë minus. Për ditë shkoja te babai, kërkoja lek. Jo se punoja. Ku janë? Ma ka thënë një plaku moqër, ku fillova policin, më mirë do bëhet. Kur? Unë thëmë që do bëhet mirë. 11 maj, votoni koalicionin Euroatlantik, gjaketat e veta të hedhin tutje edhe vetëm përpara. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Ermal Sefa, kam marrë shkencat politike. Bashkë me Visin kemi qenë kandidatë 2017, jemi nga ta besnik që dojë mandatin. Edhe kemi tregur vetën që kush jemi. Arsyeja që jam këtu është nënshtatorje. Arsyeja që Berishën e përjashtoi zoti Basha. Mënyra se si donte ta bënte Berisha ishte e dhunshme. Për ne demokratët, unë bashkë me Afrimin vim nga shtresa e të përndjevër politik, nuk në ndërshtroj 25 vjetë Enver Hoxha jo me Sali Berisha. Dhe kjo është një nga arsye që jam këto. Vim bashkë me trupën e kandidatëve, me kandidatët më të mirë të qarkut Fier, me djemë dhe vajza që vim me kokën lartë. Jemi të pa korruptuar, jemi profesionistë, jemi të angazhuar. Kështu që do ju bëja thirrje të gjithë 11 maj të lobojmë sa më shumë të njerëzit tanë, po dhe partit tyre që të votojmë numrin 4 koalicionin Euroatlantik. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Burbuqe Goxha, 21 vjeç, diplomuar në shkenca politike. Është nder dhe privilegj shumë i madh që të jem mes kandidatëve këtu sot
Dhe unë mendoj që ne jemi fryma e re dhe duhet japim fund të sistemi. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Viola Avdolaj, kam përfunduar studimet në inxhinieri materiale. Ju ftoj të gjithëve që të votoni në 11 maj për koalicionin Euro-Atlantik. Përshëndetje, unë jam Klanth Miska me profesion ekonomist, i ftoj të gjithë të votoni koalicionin Euro-Atlantik numri 4. Përshëndetje, unë jam Ali Benda, i lindur në Berat, të rritur në Patos, me profesion jam web designer, dhe ju ftoj në 11 maj të votoni koalicionin Euro-Atlantik. Përshëndetje, jam Andi Pullumbi, studimet e larta e kam bërë për inxhinieri informatike, ju ftoj të gjithë të votoni koalicionin Euro-Atlantik. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen, faleminderit gjithëve që jeni bashkuar në këtë rrugëtim të vështirë, do thoja, por jo të pamundur. Të shkojmë drejt fitores.